Siguria e bankës së parë 100% digjitale në Shqipëri, JetBank, ka qenë fokusi i interpelancës së parë të seancës plenare të Kuvendit, e kërkuar nga deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi pas pretendimeve se banka digjitale janë burim për pastrim parash dhe vjet në dyshim siguria kibernetike, stabiliteti financiar dhe likuiditeti. Këtyre shqetësimeve u përgjigj Ministri e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, Erjona Ismaili, e cila theksoi se licencimi dhe mbikëqyrja e kësaj banke nuk është kompetencë e qeverisë, por e Bankës së Shqipërisë. Kjo çështje nuk është kompetencë e qeverisë. Kushtetutat e ligjit për Bankën e Shqipërisë sankcionojnë qartë pavarësinë institucionale të saj, duke përcaktuar se ushtrimi i kompetencave dhe detyrave të ngarkuara me ligj përfshir licencimin dhe mbikëqyrjen bankare kryhet në mënyrë të pavarur dhe jashtë ndikimit nga çdo pushtet tjetër, përfshir atë ekzekutiv. Bankat në Shqipëri nuk i licencon kryeministri, nuk i licencon qeveria, i licencon Banka e Shqipërisë, institucion krejt i pavarur me mandat ligjor. Kushtetuta dhe ligji për Bankën e Shqipërisë e sankcionojnë qartë pavarësinë institucionale të saj, e cila nuk është thjesht një parashikim teorik, por një gur themeli për garantimin e ushtrimit të përgjegjësive dhe detyrave të saj të ngarkuara me ligj, përfshir licencimin dhe mbikëqyrjen bankare me qëllim garantimin e besimit të publikut. JetBank mori miratimin përfundimtar për licencim në mars të këtij viti. Misioni i saj është të prezantojë një model të ri shërbimi financiar të ndryshëm nga modelet tradicionale bankare. Zgjerimi i tregut bankar aktual me një bankë si Jet do të nxjisë edhe më tepër konkurrueshmërinë ndërmjet aktorëve të këtij tregu, e cila mund të përkthehet në ulje të ndjeshme të kostove dhe tarifave të transaksioneve.